Në përshtypje shumë një fakt. Pastaj janë disa fakte nën këtë fakt. Pse Glauko Njuca me komuniku me Gani Gecin, i cili është babai i deputetës Marigona Geci, dhe flet në emën të saj, natyrisht ai mund të jetë edhe këshilltari i saj dhe mund të flasë në emën të saj. Pse Glauko Njuca? Sipas meje tash, qysh e kam pa une, është që mos është u dasht me përgjit Glaukun, për shkak të popularitetit madh dhe numrit madh të votave që ka marrë, dhe mos është u dasht me djeg, me hjek qafe Glaukun mbase e shese rrezik, për shkak edhe për faktin edhe se me gjas po e kandidan për kryetar të Prishtinës, pas ka ai nuk është për këtë punë, është intelektual, është filozof. Absolutisht, spari u mendoj që nëse Glauko Njuca del për kryetar Prishtinës, mendoj që e bën një gabim të madh, pra, nëse më lejohet mua me këshillu dikon publikisht, i ka thonë mos u merr me këtë punë, se edhe ai e din që nuk është për këtë punë, nuk ka interesim. Po si do të qoftë, kjo do të jetë vendimi i tyre. Mendoj që fakti që Glauko Njuca është përfshi në këtë skandal, ta quajë të fundit, se për mua është skandal, dhe të kallëzoj pse unë mendoj që është skandal. E para është që po, domethënë është për mua e papranueshme që për shembull ne jemi hala në një situatë ku baba flet për bijën deputete. Baba e përcakton vijën politike të bijës deputete. Unë mendoj që Marigona Geci është deputetja, dhe Marigona Geci duhet të merrte vendimet politike për vetë në bazë të vijave të partisë që është dhe në bazë të mendimit që ajo ka për politikën. Ky është skandali i parë. E dyta, ç'është mundet një përfaqësues, koha i lartë si Glauko Njuca, i një partie progresive, e cila vetë që 4 vjet na ka thonë që na jemi për barazi gjinore, për respektimin e drejtave të gruas, autonomisë gruas e kështu me radhë, pra për një barazi të gruas në skenën publike, dhe pastaj shkon përmes vepron sipas parimeve të ngurta patriarkale të, kisha me thonë, para 2 shekujve. Para 2 shekujve është këtë. Kjo me funksionu me familje, unë ja thiri babën, kjo nuk ka politikë progresive. Do në zemër nuk është as qëra, edhe mu e ty më nëj pas të i prind na ishim ofendua, apo jo. E mendoj që gjithë kush e ka këta, pse për flet me babën tem, se unë në shkollë të mesme nuk jam, as shkollë fillore, unë jam i rritun, unë fitu votat për deputet. Që kjo është e treta, a ka elemente që po dojnë me djeg Glaukun, për shembull, unë mendoj që pavarësisht qëllimeve, nëse ka pas të tilla ose jo, mendoj që figura Glaukut kogja shumë është përlyë për shkak të këtij skandali. Edhe për shkak të mënyrës që ka menaxhuar pastaj. Po fakti që Glauko Njuca është bë pjesë e pazarit, pra është bë një farë sekseri për një votë, për qeverinë Kurti, për mua është jashtëzakonisht problematik, sepse në sytë e publikut tash do të shihet sikur njëri prej këtyre sekserëve të vetvendosjes, i cili në fund do të padel sekseri pa sukses, shumë se hajt bile kish pa sukses në sekser. Çuditërisht pse nuk e kanë. Veçantë një fjalë. Po. Fakti që kanë shku me fol me Gani Gecin, duke ditë që Gani Geci deri tash, secilin rast që ka pas till ku e ka publiku, apo jo. Kushdo që i ka shku menja me thonë Glauta po flet me Ganin për Marigonën, është dashur me ditë që me Ganin kjo del. Pra dikush mbas edhe pas ka pas synim që kemë dalë.